brenda institucioneve europiane, ka shkelur sekretin diplomatik, profesional, për rolit institucional që ka brenda BE, duke informuar përfaqësues të Kolegjit Evropian për këtë garë publike që bëhet me fondet europiane, në mënyrë që ata të përfitonin nga këto fonde në mënyrë krejt klienteliste, pra duke ditur shumë gjëra përpara për të fituar këto fonde, duke shkelur këtë garë të ndershme që mund të ishte bërë me përfaqësues të tjerë të cilët kërkonin të hapnin një kolegj të tillë evropian. Pra në linja të përgjithshme kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Po, si e komenton shtypi italian Alba, sepse duket sikur ka nga që duke pasur parasysh dhe Saninon, Mogherinin e tjerë, duket sikur është një dorë italiane në këtë histori. Por si e komenton shtypi? Fakt, më thonë se ndoshta edhe personi i tretë është italian. Ende nuk ka pagur. Faktikisht di nga kolegët belg që ata e konsiderojnë Universitetin e Bruges për diçka që lidhet me atë akademi mjaft prestigjioze, një shkollë ku kanë dalë diplomatët dhe emrat më të rëndësishëm të diplomacisë europiane. Dhe komenti që bëhet është pikërisht se kjo gjë që ka ndodhur me Mogherinin apo italianin tjetër, janë në farë mënyre dëmtojnë dhe imazhin të kjo akademikane. Sigurisht, po flasim dhe për kolegjin, po flasim edhe për akademin. Ndërkohë, po, më thuaj Alba? Dhe mos harrojmë se ndoshta kjo mund t'japi dhe një input më shumë, di se me taulat ka pasur por diçka europian, ja lë të ta sjellë si lajm. Alba, edhe një herë të lutem përsëritje se pata një ndërprerje të sinjalit. Edhe një herë të lutem. Me Taulantin kanë pasur një komunikim virtual sa i takon Kolegjit Evropian për diçka që ky kolegj ka hapur për një konvikt që ky kolegj ka marrë pak të drejtë në Tiranë. Dhe për të sjellë informacion më shumë dhe për teleshikuesit dhe për ju në studio, dim se selia e Kolegjit Evropian në Tiranë është e vetmja që është hapur për te kufive territorial të vendeve anëtare të BE-s. Ky Kolegj Evropian ka një seli në Belgjik, ka një seli në Poloni dhe në Tiranë është e vetmja seli që ka hapur një vit më parë në një vend jo antar të BE-s. Alba, hetimet kush i ka kryer? Pra, është Olafi që ka nisur një herë hetimin administrativ dhe më pas i ka kaluar të dyja, po. Edhe prokurorisë. Antifraude, antimashtrim. Antimashtrim. Ndërkohë, do doja të ndiqnim një video, unë e pash të postuar në fakt edhe nga Erisa Bayaziti, është një kujtesë për deklaratat që bënte kryeministri Edi Rama, i njohur për lidhjet e tij të ngushta me